një sistem ku tenderët publik duhet të garantojnë konkurrencë të ndershme dhe shpenzim të përgjithshëm të parasë së qytetarëve, shpesh lind pyetja se sa reale është kjo konkurrencë. Kur një kompani ofron çmimin më të ulët, logjika e parasë publike thotë se ajo duhet të ketë avantazh në garë. Por çfarë ndodh kur ofertat më të lira nuk mjaftojnë për të fituar një tender? Prokurimi publik, ku çdo euro e shpenzuar duhet të mbrojë interesin e qytetarëve, gjithnjë e më shpesh ngri dyshime për kritere të kontestuara, ankesa të pafundme, specifika teknike që favorizojnë kompani të caktuara dhe vendime që përfundojnë në gjykata. Në mes të këtij labirinti procedural, kompanitë flasin për konkurrencë të pabarabartë, ndërsa institucionet insistojnë se veprojnë në përputhje me ligjin. Liridon Zheqi nga kompania MedPlus pretendon se prej hyrjes në tregun e prokurimit publik, në fund të vitit 2021, kompania është përballur me një paradoks. Sa herë që del me ofertën më konkurruese, rruga drejt kontratës bëhet edhe më e vështirë. Sipas tij, pavarësisht se në shumë raste kanë dalë me çmimet më të ulta, kompania është eliminuar vazhdimisht nga procedurat, në atë që ai e konsideron një sistem të kurdisur tenderësh dhe konkurrencë të pabarabartë. Komuna dalmi më të lirë, po mi fitu nuk e fitojna, vetëm se dalmi të partë. Pse? Pa rregullsi shumë. Mendojna që është pa rregullsi shumë, besoj njerëzit që janë të përfshim, prokurimet janë shumë përfshim me kompani farmaceutike. Komuna e Pejës më 16 korrik 2025 tenderin për furnizim me barna dhe material shpenzues mjekësor për barnatorën qendrore pranë QKMF-s, ja kishte dhënë kompanisë Madekos, e cila kishte ofertuar me çmimin 156.748 euro. Ndërkohë kompania MedPlus, e cila kishte ofertuar me çmimin 114.891 euro, pra afër 42.000 euro më lirë, ishte eliminuar nga gara. Sipas arsyetimit të autoritetit kontraktues, në këtë rast komunës së Pejës, arsyeja është se MedPlus në katalogun e kompanisë Asmed i dorëzuar me ofertë pas verifikimit me scan code ka rezultuar të jetë i ndryshëm me atë të dorëzuar. Në shkresën që komuna i kishte dërguar operatorit, thuaj se gjatë vlerësimit të ofertës, komisioni ka vlerësuar se nuk i përmbushin kriteret, pasi është vërejtur se katalogu rezulton të jetë i ndryshëm nga ai që është paraqitur, dhe kështu bazuar në ligjin i cili thotë se operatori përjashtohet nga gara nëse ka ofruar informata të rreme, dokumente të falsifikuara ose mashtruese në lidhje me kërkesat për kualifikim ose përmbushje të dosjes së tenderit. Zheqi shpjegon se katalogu për materialet shpenzuese në fakt ishte autentik dhe se këtë ka konfirmuar edhe vetë prodhuesi në Kinë. Produktet i ka kompania që punojna me të në Kinë, na ka dërgu katalogun, na ka dërgu certifikatat, edhe autorizimin, edhe konkurojna, na marrmi pjesë, të këtë ndër dalmi 50.000 në kënë më të lirë. Atë e presmi rezultatin, na vjen njoftimi që jeni eliminu për shkak se katalogu është falc, e keni bo falc, edhe kemi mi fund lëzis. Edhe na habitmi me këtë vendim, sepse katalogun se kemi bo falc. Katalogu është që shna i ka dërgu prodhuese që punojna me të gjithë, ashtu edhe kemi dërzu. Edhe na i shkojna prodhuese që kështu po na eliminojnë, për dojmë na fund dizez për këtë arsye. Edhe prodhuesi habitet me këtë rast, edhe na shku një mail që katalogu është autentik e joni edhe e marrmi përgjegjësinë ne për këtë sen. Autoriteti nuk e pyet hiç a është katalogu jo va jo prodhuesi në Kinë, po direkt neve na fund dizez. Sipas nenit 59 paragrafi 2 për prokurim publik, autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkoj nga një tenderues që të siguroj një sqarim me shkrim mbi cilin do nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i tenderëve.
Ndërsa edhe sipas rregullorës për prokurimin publik, neni 38.1 përcakton se për të vlerësuar ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga secili tenderues individualisht për sqarim të tenderit. Megjithatë, Komuna e Pejës bën kërkesë në organin shqyrtues të prokurimit publik që kompania MedPlus të futet në listën e zezë. Arber Kabashi nga organizata Iniciativa për Progres, EMPO, e konsideron veprim të ngotshëm nga ana e komunës. Kur një autoritet kontraktues e fillon procesin e vlerësimit dhe ekzaminimit të ofertave, në rast se ka paqartësi të ndryshme, mundet që në bazë të rregullorës dhe në bazë të ligjit të kërkojnë nga ofertuesit që përmes formularit B47 të ofrojnë sqarime për elemente të ndryshme të ofertës së tyre. Në këtë rast, Komuna e Pejës nuk ka kërkuar fare sqarimin nga ana e operatorit ekonomik për katalogun të cilin e ka paraqitur në ofertë, por me sa kemi parë, direkt ka bërë rekomandim apo ka kërkuar nga organi shqyrtues i prokurimit që këtë operator ekonomik ta fut në kuadër të operatorëve ekonomik në listë të zezë. Këtë veprim të Komunës së Pejës ne e konsiderojmë veprim të ngutshëm, sepse pra ka mundur që ta shfrytëzoj të drejtën që këtij operatorit ekonomik t'i kërkojë sqarime përmes formularit B57. OSHP merr vendim që kompania të futet në listë zezë për një vit. Sipas OSHP-s, edhe vetë prodhuesi kinez Asmed ka konfirmuar se nuk është i njëjti katalog si ai i dorëzuar në ofertë. Sipas arsyetimit të OSHP-s, ky operator ekonomik ka qenë edhe më parë i diskualifikuar për 6 muaj, andaj për shkak të përsëritjeve të shkeljeve ligjore, tashmë diskualifikohet për një vit. Ndërsa në emailin që vetë prodhuesi i dërgon kompanisë, vërtetohet që katalogu ishte autentik i tyre, i dërguar për kompaninë. Në katalogun që kemi dorëzuar, kemi shtuar disa produkte që nuk shfaqen gjatë skanimit të kodit QR, pasi që kodi QR ende nuk është përditësuar. Prandaj, konfirmojmë se produktet e shtuara në katalog janë përfshirë nga ne dhe ne marrim përgjegjësi të plot për furnizimin e këtyre produkteve. Katalogu që keni pranuar është autentik dhe është përpiluar nga kompania jonë. OSHP, në përkthimin që i kishte bërë kësaj përgjigje, në vend të kemi shtuar disa produkte që nuk shfaqen gjatë skanimit, e kishte përkthyer me kemi shtuar disa produkte të reja që shfaqen gjatë skanimit. Këta e marrin në përkthim nga BEM, pasi që në ashtin një vjet, e marrin vendim një vjet në ashtin lizez, edhe e përkthejnë këtë emailat nga BEM. Edhe e marrim i këqyrmi në vendimin me avokatin tonë të kompanisë, del që është përkthimi nga BEM. Sa të thëtë që këta pe pranojnë që është katalogu i tyre fas, fakt që prodhuesi dhe katalog është autentik i joni. Edhe na bojnë ankesë prapë për këtë vendim, ata që bojnë në zbutësin vendimin për një vjet, e bojnë në 7 muaj. Operatori ekonomik kërkon nga OSHP të rishikoj vendimin. OSHP ndryshon vendimin dhe nga një vjet tashmë MedPlus diskualifikohej për 7 muaj. Në arsyetimin e këtij plotësim ndryshimi, OSHP thot se MedPlus është dashur të sigurohet për përmbajtjen e katalogut. Megjithatë, paneli shqyrtues vlerëson se pasi që ky ndryshim sipas emailave të ofruara nga operatori ekonomik MedPlus nuk është bërë nga ana e tij, por nga ana e prodhuesit, gjë që është vështirë dhe gati e pamundur të verifikohet. Atëherë, konsideron se koha e diskualifikimit duhet të ulet vetëm për 7 muaj për shkak se si ofertues mban përgjegjësi të plotë për ofertën e tij, e jo prodhuesi në këtë rast. Pra ndonë se prodhuesi në sqarim kishte thënë se ndryshimi apo shtimi i produkteve është bërë nga ana e tyre, OSHP e vlerëson të pamundur të verifikohet nëse këtë ndryshim e kanë bërë ata. Gjithashtu edhe organi shqyrtuesi i prokurimit
gjatë trajtimit të kërkesës së komunës së Pejës për ta futur në listë zezë këtë operator ekonomik, konsiderojnë që ka bërë veprime të ngutshme, veprime të cilat edhe konfirmohen me faktin që vetë organi shqyrtues i prokurimit e ka ndryshuar vendimin e vet 10 ditë pasi që e ka marrë vendimin e parë. Pra me vendimin e parë organi shqyrtues i prokurimit e ka diskualifikuar këtë operator ekonomik për 1 vit, ndërsa 10 ditë më pas ka nxjerrur një konkluzion të këtij vendimit dhe e ka ulur diskualifikimin, pra periudhën kohore diskualifikuese nga 1 vit në 7 muaj. Kjo tregon që edhe vetë organi shqyrtues i prokurimit nuk ka qenë i saktë dhe nuk ka qenë i drejtë sa i përket trajtimit kësaj kërkese për diskualifikim të këtij operatorit ekonomik. Vendimin për futje në listën e zezë bën që kompania të eliminohet nga të gjithë tenderët tjerë në të cilët kishte aplikuar për të fituar tenderin. Andaj, këtë vendim për listë zezë, kompania e atakon edhe në gjykatë dhe kërkon edhe masë të sigurisë. Po, landa ka shkuar në gjykatë. Domethënë ne kemi drejtu gjykatës për me bën një masë, edhe gjykata ka bën masën për këtë vendim. Prapë se kanë përfil as janë marrë me këtë çështje, se kanë respektuar vendimin e gjykatës asnjë gjë. Pra, vendimi i gjykatës ka qenë masë e sigurisë për listën e zezë? Po, e kanë bën një masë për listë zezë, ku me masë, me sa kuptojnë, ne nuk kemi në listë zezë. Edhe pritshëm që këta me pezullu vendimin, këta se kanë pezullu vendimin, vetë se kanë vazhdu me nënshkrimin e kontratave për kompaninë e caktuar që është kanë mbi 100.000 euro mbas njëve. Pra bëhet fjalë për komunën vetëm të Pejës apo edhe për komuna të tjera të cilat nuk ju kanë përfil masës gjykatës? Edhe komuna të tjera nuk ju kanë përfil masës gjykatës, sidomos komuna e Prizrenit, komuna e Skënderajt. Edhe më interesant është fakti që në kohën kur SHP-ja e ka marrë vendimin për ta futur në listë të zezë këtë operator ekonomik, disa ditë më vonë, menjëherë i ka hedhur poshtë 2 ankesa të tjera të këtij operatori ekonomik, të cilat kanë qenë aktive, për të cilat kanë qenë autoritetet të tjera kontraktuese. Bëhet fjalë për ankesën me numër 481 edhe me ankesën numër 552 të vitit 2025, të cilat janë në emër të këtij operatorit ekonomik, por janë ndaj autoriteteve të tjera kontraktuese për të dy këto ankesa, të cilat janë dorëzuar në muajin qershor. Raporti i ekspertit thotë që këto lëndë duhet të kthehen në rivlerësim. Raporti i ekspertit është publikuar gjatë muajit korrik, ndërkohë që vendimi i organit shqyrtues të prokurimit për t'i hedhur poshtë këto 2 ankesa është marrë pas datës 17 gusht, pra pas datës kur OSHP-ja nxjerr vendimin për ta diskualifikuar këtë operator ekonomik për një aktivitet tjetër. Pra, i bjen që autoriteti kontraktues, pra në këtë rast organi shqyrtues i prokurimit, padrejtësisht e ka eliminuar operatorin ekonomik nga pjesëmarrja në 2 aktivitetet e tjera, në 2 autoritetet e tjera kontraktuese. Sipas Kabashit, kjo është në kundërshtim me rregullorën. Vendimi i OSHP-s që për të eliminuar nga pjesëmarrja në 2 aktivitetet e tjera të prokurimit publik këtë operator ekonomik është në kundërshtim me lenin gjatë 7.9 të rregullorës së prokurimit publik, nga se ky nen thotë që nëse një operator ekonomik diskualifikohet nga pjesëmarrja në prokurim publik, atëherë ai operator ekonomik nuk mund të marrë pjesë në aktivitetet të tjera të prokurimit publik nga data e marrjes së këtij vendimit dhe jo edhe nga aktivitetet të cilat paraprakisht ka qenë ofertues. Gjykata komerciale në caktimin e masës së sigurisë, përkatësisht pezullimin e vendimit të OSHP-s, e kishte arsyetuar si të nevojshme për shkak të dëmit real që mund t'i shkaktohej kompanisë. Gjykata gjeti se shtyrja e ekzekutimit të vendimit do të shmangte pasojat e mundshme që do të shkaktoheshin në të ardhmen te paditësi.
ndërsa nëse nuk do të shtyhej ekzekutimi i vendimit, paditësit do t'i pamundësohej realizimi i të drejtës së tij në procedurën e prokurimit publik. Gjithashtu, gjykata kishte arsyetuar se kjo masë nuk ishte në kundërshtim me interesin publik, pasi mënyra e vendosjes nga i padituri, në këtë rast OSHP, nuk ishte e qartë lidhur me bazën ligjore për një vendim të atill. MedPlus në OSHP ishte ankuar sërish, pasi komuna e Pejës kishte shpallur fitues Madekos, duke kërkuar që tenderi të kthehet në rivlerësim. Këtë ankesë OSHP kishte aprovuar si të bazuar, duke e kthyer tenderin në rivlerësim, ndërsa vendimin për diskualifikim e kishte pezulluar, pasi gjykata komerciale kishte vendosur masë të sigurisë, përkatësisht pezulluar futje në listë të zezë deri në shqyrtimin e padisë. Qëllimi tyne ka qenë që na me hinë listë zezë shpejt e me shku tenderat, me unë nënshkru me kontratën mas neve, qytetërisht ashtë i thëtë, jo katalogu është ka në rregull. Edhe i thëtë autoritetit e kthen rivlerësim. Çka bojnë ata është, ata s'po muna me thonë, po ma dënë menja që janë ata janë të përfshimën këtë farë skenari. Por përderisa OSHP merr 3 vendime të ndryshme për çështjen e njëjtë, farmacisti Zheqi thotë se tashmë kishin humbur tenderët në shumë qytete, për çka hedh dyshime se ky ishte pikërisht qëllimi. Qëllimi ka qenë më në qitë njeve lizez, jemi ka në pritje disa tenderave, do shta vlerën mi 1 milion euro, edhe në njërë që më najmarë dhe këta tendera tjirë që jemi të i pritë. Jemi kanë të i pritë komunën e Prizrenit, jemi kanë të i pritë komunën e Skenderajt, jemi kanë të i pritë komunën e Vitis, jemi kanë të i pritë komunën e Kamenicës, edhe Peja. Ta kanë dashë që me këtë katalog na qitë një lizez edhe me i marrë këta tendera. Zyrtari i prokurimit publik Milot Gashi në komunën e Pejës, i pyetur nëse kishin bërë verifikim zyrtar të katalogut, në një përgjigje me shkrim ka thënë se ky verifikim është bërë në ditën e hapjes së ofertave dhe Komisioni i Vlerësimit ka konstatuar se katalogu i paraqitur nga operatori ekonomik nuk përputhej me scan code dhe rrjedhimisht nuk rezultonte të ishte identik me katalogun origjinal të prodhuesit. Andaj, kishin kërkuar që operatori të futej në listën e zezë, por i pyetur se pse edhe pasi prodhuesi kishte konfirmuar se katalogu ishte autentik, prap kishin kërkuar që MedPlus të futej në listë të zezë. Gashi thot se çështja kishte përfunduar në momentin e hapjes së ofertave. Kurse në një përgjigje me shkrim, OSHP ndër të tjera thot se për secilin vendim, palët mund të ankohen. OSHP ju njofton se secili vendim përmban edhe këshillën juridike, sikurse parashihet mes të tjerash me paragrafin 3 të nenit 99 të LPP-s, sipas të cilit, cituar, të gjitha vendimet e nxjerra nga OSHP mund të shqyrtohen nga gjykata kompetente në pajtim me ligjin për shqyrtimin gjyqësor të çështjeve administrative. Në anën tjetër, shkalla e parë e gjykatës komerciale, më 2 shkurt 2026, ka marrë aktgjykim, ku ka aprovuar ankesën e MedPlus, duke thënë se OSHP nuk ka arsyetuar drejt kur e ka diskualifikuar kompaninë nga prokurimi publik, pasi komuna e Pejës, me provat e dorëzuara, nuk e ka arsyetuar se MedPlus kishte paraqitur të dhëna të rreme ose dokument të falsifikuar. Paditësi nga komunikimi elektronik me përfaqësuesin e autorizuar për katalogun e dorëzuar, ka provuar se katalogu i dorëzuar është autentik dhe është përpiluar nga kompania e tyre dhe po ashtu ka konfirmuar se katalogu që kanë ofruar ishte i ri, por përmbante një QR code të vjetër, të cilin personat përgjegjës nuk arritën ta përditësojnë me kohë, ndërsa me asnjë provë nuk është vërtetuar se paditësi është përpiluesi QR code. Ndër të tjera, gjykata ka arsyetuar se gabimet teknike nuk nënkuptojnë se një dokument është i falsifikuar apo se janë paraqitur të dhëna të rrajshme dhe se në këto rrethana, autoriteti kontraktues apo vet OSHP kanë pasur mundësi të drejtohen drejt për drejt prodhuesit dhe të sqarojnë një pretendim të tillë. Paraprakisht, OSHP kishte kërkuar që komuna e Pejës të rishqyrtojë tenderin, por komuna e Pejës më 29 korrik 2025 nuk e rishqyrton, por anulon gjithë tenderin
me arsyetimin se nuk ka asnjë operator përgjegjës që plotëson kriteret e përcaktuara në dosjen e tenderit. Ndonse vetë komuna fillimisht tenderin i kishte dhënë Madekos, del se as Madekos nuk kishte katalog, disa prej autorizimeve të nevojshme nga prodhuesit e dokumente tjera që kërkoheshin me tender. E nderuar, ky aktivitet i prokurimit është anuluar duke i eliminuar të dy operatorët ekonomik si operator të papërgjegjshëm, veçanërisht operatorin Med Plus, ndaj të cilit janë ndërmarrë masa për shkak të katalogut të kontestuar. Por këto verifikime nuk ishin bërë edhe herën e parë, kur Madekosit iu dha tenderi. Po, janë verifikuar të dy ofertuesit. Operatori tjetër ekonomik, Madekos, kishte paraqitur disa katalog, por jo të gjithë ata që kërkoheshin nga njësia kërkuese. Për këtë arsye, edhe operatori Madekos është eliminuar si operator i papërgjegjshëm. Gashi ka thënë se nuk është hapur asnjë hetim i brendshëm lidhur me këto mospërputhje në vlerësim. E nderuar, nuk është hapur ndonjë hetim i brendshëm, pasi të gjitha veprimet janë ndërmarrë në përputhje me kompetencat e mia si zyrtar përgjegjës i prokurimit dhe për të gjitha rastet është njoftuar OSHP-ja si organ kompetent. Po ashtu, dua të theksoj se unë nuk jam kompetent të ushtroj rolin e hetuesit policor apo të prokurorit. Për çështjet e tilla ekzistojnë organet kompetente të drejtësisë, ndërsa përgjegjësia ime kufizohet në zbatimin e dispozitave të LPP-s dhe procedurave të prokurimit. Në shkurt 2026, kishte marrë vendim që të ndaj 250.000 euro për tenderin e ri. Vjen tenderi i ri. Ato produkte që kanë qenë, vetëm janë shtu edhe 2 produkte tjera, edhe tek i glukometri nuk është po tashti uankall, po është bo element. Element e dina në Kosovë se kush e ka aparatin element, glukometer element. Cila kompani? Kush e ka? Kompania që Komuna 5 ka dashur të jap tenderin. Edhe qesin e hikon uankall e qesin element, glukometrin, edhe ishtin 2 produkte, shampon për dur edhe dezinfektues për dyshimi. Të shamponi për dur, nuk dina se çka bojnë, të shamponi për dur ja shkruajnë emrin dezinfektues. Kur aty ka edhe disa dezinfektues tjerë, e lojnë plot dezinfektues për dur. Të shamponi për dur e shkruajnë emrin dezinfektues edhe ja qesin atina shampunit krejt eksipiencët se qa përmban qaj shampon. Këtë eksipiencët qaj përmban një shampon, qaj shampon që e prodhon vetëm një kompani, e qesin atë, në paramas edhe për këta kërkan autorizim, kërkan mostra, kërkan ISO certifikat edhe kërkan CE-jat. Për një shampon të duarve. Për një shampon të duarve. Me këta shampunat të duarve, paramenës në paramas, ka ampullat që janë shumë të rëndësishme, ka material shpenzues, kanila, sistemat infuzionit, qesë urinare, gjithë shka, që janë shumë të rëndësishme se shampunat e durve edhe dezinfektuesi për dyshemi, për ato 2 produkte lipin mostra edhe lipin autorizime, e për këto barna tjera s'ka nevoj, bëni çfarë dëni. Në përgjithësi, në aktivitetet prokurimit që kanë të bëjnë me pajisje apo me materiale të tilla, sidomos në fushën e mjekësisë, në të shumicën e rasteve ka ankesa nga operatorët ekonomik sa i përket përcaktimit të specifikave teknike. Shumë operatorë ekonomik konsiderojnë që specifikat të cilat vendosen nga autoritetet kontraktuese janë kufizuese për ta dhe rrjedhimisht favorizuese për operatorët e tjerë apo operatorët të caktuar ekonomik. Konsiderojmë që në këtë rast komunën e Pejes specifikat të cilat kanë qenë të vendosura në këtë aktivitet të prokurimit
kanë qenë kufizuese për operatorët ekonomik dhe favorizuese për një operator ekonomik. Fakti që për disa elementet të caktuara precizohet, pra nuk ka intervale sa i përket kërkesave, atëherë kjo padyshim që një aktivitet prokurimit, një kërkesë e bën diskriminuese dhe favorizuese për një operator ekonomik. Në këtë rast, Komuna e Pejës, tek pasi që ka pas kërkesë për rishqyrtim nga ana e operatorëve të ndryshëm ekonomik, i ka lejuar edhe intervalet dhe i ka zbutur kriteret. Pas kërkesës për rishqyrtim, autoriteti kontraktues kishte aprovuar pjesërisht ankesën, duke e ndryshuar vetëm pjesën e trakave për glikemi, duke mos e kërkuar më sipas firmës Element, por duke shtuar se mund të sillen ekuivalente. Por ankesa nuk ishte marrë parasysh edhe për aparatin i cili kërkohej të jetë Element. Ndërsa tek shamponi i duarve dhe dezinfektuesi për dyshemi, është thënë se duhet të sillet i njëjtë apo më i mirë se specifikat e kërkuara. Betimi për drejtësi më 27 prill 2026 kishte dërguar pyetje lidhur me këto specifika te Komuna e Pejës, përkatësisht zyrës së prokurimit. Një ditë më pas, më 28 prill, Komuna e Pejës ka marrë vendim duke aprovuar kërkesën e Med Plus, duke lejuar që edhe tek aparati për glikomi të jetë ekuivalente me Element. Mendojmë që këto janë keqpërdorime shumë të mëdha, sepse në derën e kaluar nuk kanë qenë këta dy dezinfektues hiç. Edhe aparati për glikemi ka qenë me ëmbël tjetër. Domethënë këta përdorin emrat e fabrikave, që me emrat fabrika po këshirin me montu tenderin. Menaxheri i prokurimit Milot Gashi, lidhur me këto specifika të tenderit, ka thënë se zyra e prokurimit ka vepruar në koordinim të plot me njësinë kërkuese dhe në përputhje me dispozitat e ligjit për prokurimin publik. Paraprakisht, në një përgjigje tjetër, Gashi kishte thënë se për të gjitha specifikimet teknike duhet i drejtohemi njësisë kërkuese, pasi paramasat hartohen nga kjo njësi. Betimi për drejtësi i është drejtuar edhe Drejtorisë së Shëndetësisë, duke kërkuar intervistë lidhur me specifikat e këtyre tenderëve. Por në këtë kërkesë është përgjigjur me shkrim drejtoresha e QKMF-s, duke shpjeguar vetëm procedurën deri te hapja e tenderit. Ndër të tjera, ajo ka thënë se arsyeja pse si institucion paraqesin kërkesa për lidhje kontratë shtesë qëndron në faktin se furnizimi nga Ministria nuk realizohet gjithmonë me sasi të mjaftueshme për përmbushjen e nevojave operative dhe për kryerjen e rregullt të shërbimeve ndaj pacientëve. Për këtë arsye, me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë së punës dhe mos ndërprerjes së shërbimeve, ne paraqesim kërkesa për procedurat e prokurimit shtesë. Njëkohësisht, sqarojmë se lidhja e kontratës nuk nënkupton domosdoshmërisht furnizim të menjëhershëm nga operatori ekonomik, në rastet kur furnizimi nga Ministria realizohet në kohë dhe në sasi të mjaftueshme. Po ashtu, brenda listës së kërkesave tona përfshihen edhe artikuj të caktuar me të cilët nuk furnizohemi fare nga banatorët qendrore MSH-s, andaj sigurimi i tyre përmes procedurave të prokurimit mbetet i domosdoshëm. Në një përgjigje tjetër për betimi për drejtësi, Salihi ka thënë se asnjëherë nuk ka qenë qëllimi të favorizohet një operator i caktuar. Sa i përket dezinfektuesve, kemi pas ankesa nga stafi për shkak të kualitetit, pasi në disa raste janë shfaqur ndryshime në lëkurën e duarve, duke ndërlidhur me kualitetin jo të mirë të dezinfektuesit. Andaj kemi kërkuar që të ketë në paramasa fjalën specifikacion më i mirë, duke menduar që përveç përqindjes së alkoolit, të jetë shtuar edhe ndonjë përbërës shtesë, i cili do mbronte lëkurën e ndjeshme. Në pyetjen se pse kishin kërkuar specifika të detajuara vetëm për dezinfektues dhe jo për produkte tjera, Sari është përgjigjur se me produkte tjera kanë pasur përvojë në procedurat paraprake. Për arsye se më të gjitha produktet tjera kemi përvojë nga procedurat e kaluara kontraktuese, por edhe nga leb dhe furnizim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, kemi kërkuar mostrat e dezinfektuesve sepse kemi dashur të shiqojmë përbërjen çfarë na ofertojnë kompanitë tenderuese. Ndërsa lidhur me pretendimet se përmes këtyre specifikave u favorizua një kompani e caktuar, ajo ka thënë se është mendim i tyre personal. Çdo herë do të ketë pak kënaqësi dhe në mendimet e tyre personale, nuk kanë të drejtë të paragjykojnë.
Komuna e Pejës sërish ka anuluar tenderin me arsyetimin se asnjë operator nuk i përmbush kërkesat. Në këtë tender kishin marrë pjesë MedPlus dhe grupi operatorëve BRT Farm dhe NSHT Med. Ky grupi operatorëve është eliminuar për mungesën e deklaratës nën betim dhe deklaratën e konsorciumit marrëveshjen e grupit të operatorëve, ndërsa MedPlus, i cili kishte ofertuar më lirë, është eliminuar me arsyetimin se ka ofertuar me çmime dukshëm më të ulta se vlera e parashikuar. Veç kësaj, ata janë eliminuar sepse dezinfektuesi nuk iu ka përshtatur specifikave të kërkuara. Komuna kishte kërkuar që në 100 gram tretësirë duhet të përmbahen së paku 89.1 etanol aktiv, ndërsa në produktin që e ka ofruar kompania përmbante vetëm 75 gram etanol. MedPlus ka kërkuar rishqyrtim të tenderit me arsyetimin se çmimet e produkteve janë ofruar në pajtim me listën zyrtare të çmimeve të barnave, ndërsa lidhur me dezinfektuesin, ata i kanë bërë një ekspertizë nga ekspert gjyqësor, ku thuhet se produkti është i barazvlefshëm me atë të kërkuar. Madje sipas tyre përmbajtja me 75 gram etanol në aspektin dermatologjik është më i pranueshëm. Sipas tyre, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon formulime 60 deri në 89% të etanolit për dezinfektues dhe se koncentrimet shumë të larta të alkoolit nuk janë domosdoshmërisht efektive, pasi prania e ujit është e nevojshme. Në anën tjetër, kompania Madekos, tenderin për furnizim me barna për nevojat të QKMF-s, e kishte fituar edhe në viti, ndonë se kishte ofertuar 5.424 euro më shtrajt. Përkatësisht, kishte ofertuar me 271.979 euro, ndërsa kompania tjetër MedPlus kishte ofertuar me 266.555 euro. Në arsyetimin e komunës së Vitis për eliminimin e MedPlusit, thuajse në disa produkte kishte ofruar çmime jo normalisht të ulët, apo siç njihen në prokurim çmime manipulative. Kompania tjetër ka pas për këtyne produkte që i përmena, kompania tjetër ka pas çmime dhe më të ulta se na. Te pamunku ne kemi pas një çmim, s'po di sa u kanë çmimi, ai ka pas edhe më të ultë se na. Te na është kapte ai produkt, te kompania tjetër s'u kap hiç. Edhe ne ju kemi drejtuar, njëherë kemi bërë kërkesë për rishqyrtim, se kam përfill heq, kemi bërë ankesë në SHP, edhe SHP-ja s'na ka marrë për bazë heq. Kështu që lëndën e kemi qenë në gjykat, ta shohim tashti se çfarë po ndodh. Me këtë lëndë edhe është tu marrë edhe prokuria speciale. Lidhur me këtë rast, Zheqi thot se kanë bërë kallëzim penal në PSRK. Sipas këtij kallëzimi penal, kompania tjetër në këtë tender në disa produkte ka pasur çmime manipulative. Gjatë analizimit të tregut, nuk ka aparat për glikemi 0.48 cent. Edhe ky çmim është manipulativ. Është çmim që nuk e mbulon kostën e shpenzimit sipas rregullave për tenderin jo normalisht të ulët dhe nuk ka marzh të fitimit fare. Autoriteti kontraktues e ka konsideruar në rregull pozicionin numër 81 otoskop me çmimin prej 20 cent të ofruar nga operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë, ndërsa në treg gjendet rreth 8 euro. Shtrohet pyetja se si mund të ofrojë ky operator këtë pajisje me 20 cent. Madekos me 20 cent kishte ofertuar edhe për tensiometër, që thuhet se vlera e çmimit në treg me shumicë është rreth 7 euro. Përveç këtyre, për produktet si kanilla kishte ofertuar me 2 cent, që operatori tjetër ekonomik e vlerëson si çmim shumë të ulët, pasi në kontratën e nënshkruar me SHSKUK-n, e njëjta kompani kishte ofertuar me 31 cent dhe për sasi shumë më të madhe. Njëjtë ka vepruar edhe me sistemin e infuzionit, që kishte ofertuar me 2 cent, ndërsa në SHKUK kishte ofertuar me 28 cent. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë në intervistë zyrtarët përgjegjës në komunën e Vitis për këtë tender, por deri më tani ata nuk janë përgjigjur, ndërsa tashmë është në dorën e prokurorisë që të hetojë të gjitha pretendimet. Lidhur me pyetjet se apo e heton PSRK këtë kallëzim penal dhe çfarë veprime ka ndërmarrë deri më tani, zyrtarja për komunikimin me publikun Arbnora Luta është përgjigjur kështu.
E nderuara Zonja Hoxhaj, nuk kemi koment. Faleminderit për bashkëpunimin. Me respekt. Lidhur me pretendimet për kurdisje të tenderëve, Zheqi beson se janë të përfshirë edhe anëtarët e OSHP-s, përkatësisht ushtruesi i detyrës, Isa Hasani. Për disa anëtarë, e sidomos kryetari, ushtrues detyra nuk po di se çka është, ai është i përfshim. Unë e besoj ashtu. Betimi për drejtësi ka kërkuar intervistë edhe me ushtruesin e detyrës së OSHP-s, Isa Hasanin, por ai nuk është përgjigjur, ndërsa përmes telefonit ka refuzuar të komentojë. Albiona, na ju kanë kthy përgjigje se keni dërguar email, ju kanë kthy përgjigje, vendimet e OSHP-s na nuk i komenton. Tash është gjykata, ai ka drejt të ankon gjykat, kështu që nëse keni diçka që s'moj më dhon përgjigje, shuni email prap konkretisht diçka në pyetje, besoj që administrata ju kthen përgjigje. Jo, meqense ju kanë përmend me emër direkt që besojnë që jeni kanë të përfshim favorizimin e kompanisë tjetër, andaj është arsyeshme me një pyetje edhe juve direkt. Kështu që ajo ka panel. Panel u kon. Në panel. U kon panel, së kon individualisht. Hajde ditën e mirë. Ne si organizatë kemi monitoruar punën e organit shërtues të prokurimit publik. Ajo që mund të themi është defekti më i madh i këtij institucioni, fakti që për shumicën e ankesave ka vonesa jashtëzakonisht të mëdha, edhe elementi tjetër shumë i rëndësishëm që dëshmon jo efikasitetin e punës së OSHP-s është që vendimet e organit shërtues të prokurimit në shumë raste janë kundërshtim me mendimin të cilin e jep paraprakisht eksperti shërtues. Kjo dëshmon që aktualisht në organin shërtues të prokurimit nuk ka konsistencë të qartë në aspektin e vendimarrjes. Në anën tjetër, Madekos, tender për furnizim me barna dhe material shpenzues, kishte fituar edhe në Skenderaj, ku në shtator 2025 ka nënshkruar kontrat 368.000 euro. Për të gjitha pretendimet se tenderët u kurdesën për këtë kompani, betimi për drejtësi ka kërkuar intervistë edhe me Madekos, por ata nuk janë përgjigjur kësaj kërkese, ndërsa përmes telefonit, pronari Bedri Buzuku i cilëson vetëm llafe të kafeve. Duhet me verifiku shumë mirë jo këtë çështje, për me na thirr neve dhe me na shqetësu për shembull kur mirëni me llafet muhabetet kafe njerëzve, edhe i them një kompani serioze që janë. I nderuam. Pyesëm lidhur me pretendimet e kompanive se si vlerësoni jo. Na kanë thonë një kompani që gjë kompani se ka marrë të tjerë, tash pyes sulmojmë juve, po? Ç'është të vjen? Jo, nuk i bie ashtu. Jo, ç'është të vjen? Po ju japim të drejtën me u përgjigj edhe juve. Po për çka unë më don ty për shembull? Lidhur me kallëzimin penal për tenderin e fituar në Viti, ku me disa produkte kishin ofertuar me çmime shumë të ulta e me disa shumë të larta, Buzuku thot se është në treg të lirë. Në tenderin që keni fituar në Viti, tashmë për të cilin ka dhe kallëzim penal, thuhet që ka pas çmime manipulative, përkatësisht keni ofertuar me 20 cent për tensiometër, edhe kjo është supozim i ujë. Kjo është supozim i ujë, për shembull unë me verifiku ato më i biu pati. Që s'është ashtu. Që shpo më në një me vlerësua ashtu që është manipulim. Batë shkafit. Në tenderin e Viti, në disa produkte, dhe më thonë keni ofertu me 20 cent për tensiometër, ndërkohë që çmimi i tregut vlerësohet të jetë rreth 7 euro. Gjithashtu edhe për sistemin e infuzionit keni ofertu me 2 cent, ndërkohë thuhet që me një tender tjetër në ÇKUK keni ofertu me 28 cent. Pra nëse ka qenë në sasi të më të mëdha, çu shpjegoni ju këto si kompani? E po shihet ju në ty me të bën llogari. Unë jam gazetare. Urna? Unë jam gazetare. Shko me një zonat për kurim atje. Shko me nevojë ty me të arsu tu. Qa shmime jabë, jo shmime e tregu është i lirë, sa duk me do është këtë i foli. Do më thonë nuk për vlerësoni që ka qenë çmim manipulativ për me fitu të ndërë? Absolutisht ju. Gabimet mujnë me ndo, a manipulim ju. Në këtë tender në Viti, ndonë se me disa produkte kishte ofertuar shumë më lirë se sa vlerësohet vlera e produkteve në treg, në vlerën totale të tenderit kishte dalë më shtrenjtë, sesa kompania tjetër e cila ishte eliminuar nga gara. Kompania Madekos figuron të jetë regjistruar në ARBK në vitin 2021 me pronar Bedri Buzukun dhe Ardian Buzukun,
si përfaqësuesi i kompanisë, sipas sistemit elektronik të prokurimit publik, nga marsi i 2023-s deri në qershor 2026, figuron të ketë nënshkruar 200 kontrata me institucionet publike shëndetësore. Për këto 3 vjet, vlera e kontratave figuron të jetë mbi 25 milion euro. Në një proces ku tenderët e barnave shpesh anulohen, kthehen në rivlerësim dhe kontestohen në instanca të ndryshme, mbetet në fokus mënyra se si institucionet zbatojnë procedurat dhe marrin vendime në kuadër të prokurimit publik. Ndërsa miliona euro para publike qarkullojnë përmes këtyre procedurave, mbetet në dorën e institucioneve kompetente që të trajtojnë dhe hetojnë secilin pretendim të ngritur, si dhe të sigurojnë transparencë dhe llogaridhënie në çdo vendimarrje.